dashur miq, mirë se takohemi edhe në këtë javë në emisionin Jeta. Si gjithmonë nga një vendbanim tjetër, në këtë radhë kemi ardhur në komunën e Podujevës, më saktë në fshatin Shamalluk të kësaj komune, një vendbanim i jashtëzakonshëm aq më tepër në këtë sezon të pranverës që po na jep gjallërinë që ka vetë kjo stinë. Është kënaqësi sot që do takojmë njërin prej banorëve i cili nuk është larguar asnjëherë prej këtij vendi, madje ka edhe disa prej baktive për cilat ai kujdeset vazhdimisht. Këtë natyrë, këtë ajër fantastik e shijon çdo ditë, madje edhe këtu kur kemi ardhur në këto momente na po e shohim nga largësia atje derisa po vjen drejt nesh edhe për të na përshëndet, është zoti Eset Namoni, me kënaqësi do takohemi bashkë me to. Ju vazhdoni me qëndru me emisionin Jeta, sepse do të sillim pak nga Shamalluku i komunës së Podujevës. Nëse s'keni mbri me vizitu këto fshatra ndonjëherë edhe thjesht për dëshirën e juaj gjatë vikendeve, ja vlen të dilni në këtë natyrë që ta kemi pak atë qetësinë e cila po na mungon, po themi në ditët e zakonshme për shkak të rutinës së punës që shumica prej nesh tashmë kemi kriju. Kthehemi se është afru zoti Eset edhe po na pret aty. Shkojmë e takojmë me kënaqësi i paska dy shoqërues fantastik që sot po më duket kemi me kalu kohën më të mirë bashkë me ta edhe ta shohim a ka nis puna ende ajo. Zoti Eset, mirë se të kemi gjetë. Faleminderit shumë. Po të përshëndes kështu, drejt për drejt. Si je sot? Mirë, faleminderit, jo. Kënaqësi me taku edhe një herë në këtë stinë pranverës sot. Mirë, valla, halasin ndihmën e na pak. Po, e vërtet. Jeni mirë. Faleminderit. Faleminderit për orën. Çef. Shikojeni veç pak pamjen miq të dashur se sa bukur e ka në këtë stinë zoti Eset këtu në Shamalluk, po i shoh që i ka delet edhe të vendosur atje tek pjesa ku e ka thurr për të kullot. Si po shkon? Mirë, faleminderit. Mirë. Kënaqet në këtë vend. Po, më kënaqet edhe për lypet e punës e besa këtu. Ne kemi bashkë edhe kështu këtë badjavgjiktë se të fshatit të punës. Përkundrazi, punë mas shumë ti keni ju. Po, duhet asha me bon, asha na merr që drejtim që të punë. Punë tjera s'na mor kurr. Punë shtetit s'na pas as se ke kur si familje si vllazis asnjë. Me peshëm që të punë që bëni kështu. Por që ja dilni shumë mirë. Mirë. Ajo ne me mund edhe me përkushtim. Po normal me mund, po edhe pa mund, po ka valla na zokur kun, të peshin edhe jo. Se në komunë me 100 copa dikun. Pas copa gjallë, copa çdo çajna, din çato i shes. Edhe ashtu, me tana ka pak. Na edhe po ecim pak, edhe po ulemi dikun për çefi, ta shijojmë edhe na këtë natyrë, apo? Po më pyeti, hajde. Ta bukurushat këtu për na shoqërojnë sot, a? Ta shëdoj pa muhe. Hajde. Ta pa muhe. Miq të dashur, sa po mbriva, me njerë po e krym këtë procedurën kaq të veçantë që po e ushqen zonja Nazlie edhe këtë qingjin që pas ka veç 3 ditë prej se ka lind, edhe po besoj shëndetin e ka mirë, se po kujdeset në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo është jeta e fshatit tamam. Unë nuk po du me ngarku zonjën Nazlie se më tregoj që po, me u pa e me na pritet gjitha këto i bën, po pak më vështirë për intervistë, kështu që tentoj për me liru, mjafton me pa edhe një procedurë kaq të këndshme, edhe kjo është tipike jeta e fshatit që na duhet realisht. Një energji kaq të mirë që e marrim këtu, për ndryshe sa copë janë krejt zoti Eset? Se ke shumë e di, po. Trasha janë për mi afër 100-ve. Afër 100, po. Diska qingja që kam ushit. Edhe 40 qingja i paska që kam ushit, plus 50 të tjerë. Po, e kuptoj. E bëj zavendësimin e tyre. Sigurisht po. Veç këto me numru kështu do më thonë, është goxha shumë lema, tash kur bët edhe qethja atyre, krejt kjo procedurën veti. Pikëspari, mikpritja e zonjës Nazlie, zotit Eset, faleminderit shumë për pritjen e tyre këto, kënaqësi gjithmonë me ndo këto momente në cilin do vend ku do që jemi dhe po me të vërtet na bëjnë këtë pritje të jashtëzakonshme si shqiptari, tamam ashtu siç e ka traditë. Edhe ishim duke bisedu
Faleminderit shumë. Ishim duke bisedu për daljen në qytet ose kalimin e krejt kohës atje, apo po i konvenon me nejtë ma tepër këtu në Shamalluk, më tha që 3 vjet nuk kom dalj në qytet. Tregon pak? As hekorullën, se na ke shpinë për mi hekorullën, me nërë kaluat që 3 vjet se kam. Në shpe, ka tonë, na zakonisht rrim dhe i vonë, tash vere si nëzirë pak motin na flejmë këtu me gruën nuk dalim asë pëdjem, nuk shkojmë, shkemi pëse me shkue, me po nevojë shka me shkue, këtu nga të pëdjeva shkojmë Sahora, kështu që zakonisht këtu. Në njëri që qatë ditë, që të flejshti, bësh që të veç një javë gjumë më pëdjem nuk mund me flej. Jo, nuk mund me flej, sërgjëzë nuk mund me flej, që dyshysh nëryshe e një punë për vetë, plas të vetë veç, nëryshe një vetë këtu në qytet. Shumë nëryshe. Po tash pak, kohëm pak me aftëft, zakonisht kemi mbromje. Po dhe, më në gjithë vimi këtu, gjoni kemi venat ku himë në prevenat vetë, qa di kanë të mirë, këtu nuk ndodhë, apo nuk kanë ndodhë, edhe ashtu kur se më në mungo këtu kur. Që ashtu fshatë, si fshatë kur nuk kanë ndodhë, dikush me thonë, ose pëse ma shkele livadhin, mu vetë, unë e javdi për njerë, ku shërë dhe vlasë në lakët, nash kësiti, nash në delet, nash bëtë që ka të duash e jo të jashtë. Edhe në do të të që ajo është e mira primare që ajo, se dikush ka vena që të pëse më hinë një, të nuk janë të na, nuk janë ato të na, që shenë përgjithsi është mirë. Po veç, edhe me konë pak ma tri konë, ma mirë, kështë në ashtë pak ma shumë. Jo, se tash edhe pak se këtë të livadhe këtë to, ka janë punu me dorë atërë. Tash të na mjetët janë komplet, të na qalypën janë, po fushia pëntore nuk është. Nuk ka fushia pëntore, po veç a mujme, gjallim një mënë, gruja, ja di, unë këtu kur jam, kur këtu gruja, unë nuk kam, shnet, nuk kam, kur farë vezves që shanë ndodhë që do. Me uj, me korita, me ketë, o dela me qësë, gruja këtu i këshyrë, unë kam shtagën edhe me donë, me rujtë. Një shi nesër me rati nuk mund shmorë me kërdishtu. Edhe kur jena 3 veta në kërqem, 2 vetë du me zhypë të asfalti, një njërë du marrë me kërdishtu. Se gjithë mund kemë diçka me pruna këto. Se kere po prek, po prishë, në me kere për shamë, du me shisë, ka qa i cëp dele, për me bje një kërësën. Kështë që e na bo bajat, na bre me këtë rrugë. Kjo rrugë mujë me thonë me premtime që një 100 herë shtruasht, me siguri. Sa i ka kilometër? Po ka 700 metra si ka. Dhe me thonë, bash një ditë kesh delin Hertis në fshatën gjitëm, Hertis, të rëqis Orland kanë bo asfaltën të nënë, asë një sërë nuk e shekur të konë, e lemo njerës, sëra nuk ka, e jë njerës. Ne jem këtë 3 familje, unë jem këtë, ta Shqipnis jenë 6 shantarë atë, që të ka qëllë firmë pullave këha, edhe duhet qështë mundësh që edhe aj, një ka me pudi shka duhet që gjalli shkaj, por me traktori pas, do thasë kështë pas, me traktori me morë, do të thasë me shkoj, që ka qëve që nuk e dhjë të ashtë, në koncentrata që dhjë që ka qëve, do të që shoshe të të nuk je, me preshim që ashtu. Komuna ka qenë këtu dikush për komunës me pas? Po i na shku, nësa i na shku në komunë, hajde u krye kjo punë, nuk me bëj fajtuarve që të qeverisën dhe tashme, po kjo punë që rraf 20 vite, anë është të shku që shtu. Do të thëtë, jesët që 20 vite. Se ka marrë për pas? Zotë nga rujtë dhe thëtë, sa kemi me thonë sikur të na mo. Zdo zi edhe kjo në grandet e sa du shtuë. Me fjallë në grandet. Kështu më vej për përgjë, fjallë sa dush, edhe kështu që. Unë e mo këmë thonë, tha një kushëri qëtu. Ajo në zvitër, tha po ta me ndëje gjithka qëtu, po ta valla, tha shka kuj rrugës, ta kuj, tha ku që me bo. A ka tha një sen atë din. Tha që shka ho. E këm lënë këtë punë, mo nuk shkaj. Shka ki me shku, mo? Ma din edhe po bo njëri bajat, ma ik na bo të vjetë, edhe po bo njëri tash vëllaj, edhe pak pëlqen nervat, edhe nervëz, kështu që mo këmë thonë vëllaj në kur, mos më shpe se kur nuk shkaj mo, edhe nuk shkaj mo. Një fjallë, që dalë për komunë atë, shumë a mirë na bjenë, kështë në thonë ata, me marë, ajo rrugë për kështën 120-130.000 euro, me marë ato njerës, me marë për me sistemu dikon po djevë, me hje për fshati, me sistemu dikon po djevë dhe mos pështu e rrugë. Po këj krimi ma i madhi njërë dhe kja. Që a përshë që do të thëtë qëllimesh për dëmë dhe t'jek për shtujt, apo? Në që më kënosh me ato, që dikush atje njët një fryme njët, a njët një dele të bo bea, një qanë të leja, ose një kënuos, një gjell, diçka dhe me kone fakt, ata e bujnë qëllimin qysh edhe qysh me t'jek për shtujt. Me një fjallë, faktizat që ashtë për bjenke.
Tash miq të dashur jemi shumë afër edhe vendit ku I bën delet zoti Eset. Dashurinë që japin kafshët me të vërtetë është e veçantë. E ndjen po më duket edhe energjinë e njeriu nëse I don, nëse I afron. Ja, unë shumë I dua, se mas pari mas me dash si maj. Kështu që I dua, kujdesa shumë për to, jo rri shumë hazër. A me një fjallë nuk kim qare, bakon që ashtu, se na me një fjallë ushqihem për tyne. Se na tarë në atira, së ashtë të mahirë, edhe du me pas, të mire në qëtu, jam apet, jam vend temin, punë teme, kur kësë më gra, kur du, qona, kur du I gra, kur du I lëshej, kur du si lëshej. Ne shkojmë edhe afër dhe I shohim. Po edhe, shtu që, ta shijojmë edhe këtë natyrë dhe që po vjen brapa. shtu që mira nuk ka keq, kur farë, ankesa nuk kam ankesa. Me preashtim njerëz pak po ankohen tash edhe shkaku në farë punëve të çmimeve, po jo tash unë ato ankesa nuk I bëj. Çka shitet tash vendi korrën. Nuk e kam forgojle. Doni me hir mrena hime. Po, a mundemi? Po, hajde. Që po I shohim sa mirë dhe e kanë vendin kështu tash kohën e vet kur kullosin, mirë që kanë hapësirë sa dush. Jo hapësirë kanë sa dush, që tash të duhet më qetë, ti atë janë për më qetë, që to çka janë pa qetë. Herë më shënë për lësh. Kështu tash kanë pa qetë janë të tash 6 ose 7. Kjo aja tje e kam rimoshë që du më shit. Këtu sa ta si kom qetë, po I kanë halo qingjat pak më të vogël, edhe deri në ditën, qatë ditë, letrin qingjat me to. Që ta edhe si kom do, edhe si kom qetë. Dhe nuk I kom qetë, të tira, po tash kolla atje, tash nuk mëni me shkuj për tela, se në telat komplet. Tash hinë tash për mrizet, tash normal zheku që shikun, me e lip me venin slavën, kur vinë do me pi ujë, kanë venin ku pin ujë. Edhe... Si e përshkruan kështu, si jeton të gjithmonë me mëngjeset të hershme, me punë aktive, me blektorin, si përshkruhet kjo jetë? Tash varet kush qysh e dën. Që për vete, u jem mësua në ndryshë nuk mëj. U jem ndryshë nuk mëj. Por më mëngjese, si të bëhet dritën në kom jam. Bile të duhet të që ka se qere ka herë, të bëjtë, që me bosë më I vlej ma shumë, së më I vlej ma shumë. Se për adele për shembol, se për shembol, kem diçka punë për punue, e kam këtë pjesë I marrë I lëshoj, kam shakullosin, I kem të punë, kryon punë, I marrë, jo shinë dirën e shkujnë ka dorë. Do të thotë që mirësh, nuk është edhe do të thotë obligime ka, nuk kjo punë që s'ka obligime, po fjala që mirësh, unë nuk kanë kohë, mirësh. Në Shamalluk ma përshkruaj pak edhe jetesën këtu që e mban mend prej ma herët edhe sot se ka dallime, ka diferenca sa dush. Jam e bindur. Këtu përpara, ky levalli këtu është një levall që aty, mbrome kur na konstri aty, ku dashim me lut me top. Marrë të shiko fu sporti me konë, ma shumë ka po shikos të se së konë lapë. E nësa njëre konë këtë fshatë, ka po shumë djenë fshatë, po këtë fshatë rrës ka po skorë. Që konë probleme, se tash edhe ma here, se konë që ashtë në fshatë që se kanë tash sistemin atë ko, edhe ne kam pa da 3 pjesë. Për mollit a ne e donë Mirovc, malë, dhe në asfalt e kanë do me Ballovc, pjesë a ne e pa të do me Hertic. Dhe e donë 3 pjesë, e rrymës e ka pukur. Që këtu ka nejtë, që me në të mbregin konë sërt, ku ka nejtë një komi shpia, të rryma konë, këtu në rrymës këna posë, kështu që njësë dëtërimisht e ka parshu fshatin. S'ka, edhe në tonë në rryme, ta e shkolla, jo dash me shko këtu, unë e vetë një shko për shpisë, ku shpijari atje, i shko në shkollë thmi në Hertic. I ka 7 km e gjystet, në kom aty, bësë atë s'ke pas në shka nyshe. Atë dim në shmarshin, veç e dishën a mirë ku është gardhi. Ku e në gardhisë, u thëshën atë të gardhisët, ku e në gardhisë për gardhisë me shkel, borës, se lësheke bora meshë, se thmi, po dashë me shku në shkollë. Dhe thotë, në konkurset e rona atëherë, tash në kanë dëshfusenët, që me thomë një fjallë si nata me ditë. Tash në gjitha, unë e shë, për shamë për shpis tem, deri 500 metra shkollën e ka thbija në shkollë më në komë. Vjen buse me që në shkollë, dhe thotë. Ato se pilqejme një fjallë, për ta shë me bota, shë jetë orës ashtu. Dashur, kështu si edhe nisëm edicionin e
fundit të jetës, po e bëjmë edhe në këtë rast, edhe kjo është një qenjë i vogël që janë kujdes për to pikërisht familja e zotit Eset Namani. Njëtë si që po e shohim edhe tash, po e ndihmon këtë procedurë pikërisht zonja Nazlie, edhe bravo i qoftë për punën dhe për krejt angazhimin që pas kanë gjatë gjithë ditëve të tyre. Ne u kënaqëm shumë sot e kemi shiju jashtëzakonisht këtë edicion. Na duhet ma shumë natyrë e tillë sikur kjo në Shamalluk të Podujevës, vend banime jetesë që sado që mundet me qenë e vështirë natyrisht, sepse me u kujdes për këto krerë të qingjeve dhe të lopëve, realisht pakti që i mbajnë nuk është as pak e lehtë, do një punë prej orës 5 mëngjesit tutje me vazhdu dita pa u mbyll krejt herët, por megjithatë na duhet për ndryshe nëse i lëm fshatrat, i kemi në gjendje të merume. Po më tregon që familja e nusës së saj e kanë ndihmu për me rrit, me qenë se është dashur pak një kohë me ja kushtu dhe pastaj kanë marrë shtëpinë e tyre pikërisht tek pjesa tjetër e baktive. Faleminderit shumë për pritjen dhe për gjithçka. Ne shihemi në edicionet e radhës. Paqet, një shëndet edhe ditë sa më të mira.